Allahu thot në Kur'an, yeselunaka madha yunfikun, të pyesin ty se cilën pasuri duhet me shpenzu. Çfarë lloji pasurish duhet me shpenzu? Pra, kanë pyet pejgamberin alayhis salam, cilën pjesë pasurisë me shpenzu. Pra vetëm bagetit, apo të ardhurat e tokës, apo arin, argjendin, parë, gjithë ato. Allahu ka dhënë përgjigje shtesë, yeselunaka madha yunfikun, të pyesin çfarë lloji pasurisë me shpenzu. Kul ma anfaqtu min khairin, pa këtë mira që ti ka dhënë Allahu ti, shpenzo. Pra, shpenzo në rrugën e Allahut, edhe zeqatin, edhe sadakën, shpenzo në rrugën e Allahut. Pra, ki hapësirë shpenzimit, ma çat ka furnizuar Allahu subhanahu wa taala, qoftë nga dija, pra qoftë nga veshja, qoftë nga ushqimi, gjitha ato të mira që ti ka dhënë Allahu, pastaj ka qartësuar Allahu se ku është më së miri. Falil walidain, prindrit. Duhet më dhon prindërve. Të mirat që ti ka dhënë Allahu, shpenzimi më i mirë ka filluar me prindrit. Wal aqrabin, ata që kit afërm, wal yatama, ata që jetima, wal masakin, ata që mesakin, që kanë nevojë, që si kanë të ardhur, që nuk i dër rroga për shpenzimet e muajit, wa ibn as-sabil, ai që është në rrugë. Pra, fa hum sa'alu madha yunfikun, thot Sheikh Udhaymini. Në këtë ajet është pyetur pejgamberi alayhis salam, çka nga pasuria me shpenzu, cilën Allah ka qartësuar me tej edhe çfarë me shpenzu, po edhe ku me shpenzu.